Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, zhvilloi sot një takim në Gjirokastër në kuadër të ditëve të shënuara të nëntorit. Presidenti Begaj, i ftuar nga shoqata Adetare Labëria Nderi Kombit në takimin ndërkombëtar për gjuhën shqipe, një aktivitet i organizuar në bashkëpunim me Universitetin e Qerem Çabej. Gjatë kësaj vizite, presidenti Begaj përcolli mesazhe të rëndësishme për sa i përket ruajtjes dhe pasurimit të gjuhës shqipe. Në fjalën e tij përshëndetëse, kreu i shtetit vlerësoi domethënien e thellë të gjuhës shqipe si shpirti dhe ashti i kombit shqiptar, duke e lidhur aktivitetin me datat e shenjta të muajit nëntor në javën e alfabetit. Ky takim në fakt bëhet në një muaj me domethënie të madhe kombëtare, në muajin e flamurit dhe të çlirimit, që përkon edhe me fillimin e javës alfabetit sot. Dita e alfabetit të Shqipes që ne kemi të përcaktuar festë kombëtare me 22 nëntor, një nga ditët më të shenjta të historisë tonë kombëtare. Për më tepër, ky aktivitet zhvillohet në Gjirokastër. Në Gjirokastër në bashkëpunim me Universitetin e Qerem Çabej, një emër shumë i madh, një figurë e shquar e gjuhës shqipe, studiues i përmasave europiane e Qerem Çabej. Po ashtu mbahet në Gjirokastër, ku kemi një emër tjetër të madh, Ismail Kadare, i cili thot, gjua është adeut, dhe ne duhet me shumë mirënjohje dhe respekt t'i kujtojmë këto figurat në mëdha tona, përveç tjerë. Kongresi i Manastirit i vitit 1908 mbetet një ndër momentet më të ndritura të historisë shqiptare. Pas kuvendit Lezhës dhe lidhjes së Prizrenit, ishte Kongresi i Manastirit që përcaktoi rrugën e bashkimit shpirtëror dhe kulturor të shqiptarëve përmes njësimit të alfabetit të gjuhës shqipe. Me atë vendim, u hodhën themelet e identitetit tonë modern dhe u ndes drita e një bashkimi që do përkatësiste pavarësinë tonë. Presidenti i Republikës vlerësoi kontributin e deritanishëm për ruajtjen, përcjelljen dhe pasurimin e gjuhës shqipe, ndërsa bëri apel për një strategji të re për mësimin shqip të fëmijëve që jetojnë jashtë. Një gjuhë është e fortë kur është gjuhë e arsimit, e dijes dhe e komunikimit të përditshëm, por ajo duhet përditësuar. Çdo koncept i ri, i cili vjen nga jashtë, duhet shqipëruar. Kjo nuk është çështje e një përktimi të thjeshtë apo të rëndomtë, por është e përshtatjes së botkuptimeve midis kulturave të ndryshme. Prandaj politika gjuhësore duhet të jetë prioritet kombëtar i përhershëm. Një pjesë e rëndësishme e fatit shqipe sot luhet jashtë kufive tanë, jashtë kufive politikë të atëherë. Shumë shqiptarë jetojnë jashtë trojave etnike, si diasporë e vjetër dhe e re. Kjo bën çështjen e gjuhës një detyrë kombëtare të përbashkët. Në shumë vende të botës, shqiptarët janë integruar plotësisht në shoqëritë vendase. Ndaj ruajtja e gjuhës shqipe bëhet detyrë. Fëmijët e brezave të rinj shpesh e mësojnë shqipen vetëm në familje ose e përdorin në mënyrë të pjesshme. Në këto rrethana, mësimi i gjuhës shqipe bëhet mision dashurie dhe përkushtim. Janë mësuesit, prindrit, shoqatat kulturore dhe klerikët, ata të cilët duhet ta mbajnë gjallë këtë lidhje shpirtërore. Ata janë ambasadorët e gjuhës sonë në botë. Në mbyllje, presidenti falenderoi organizatorët dhe Universitetin e Qerem Çabej për kontributin dhe promovimin e gjuhës dhe kulturës shqiptare, duke theksuar se ruajtja e shqipes është ruajtja e vetatdheut. Kreu i shtetit u prit nga kryebashkiaku Flamur Golemi dhe autoritetet vendore, e po ashtu zhvilloi vizitë në shtëpinë muze të Ismail Kadares, në obeliskun e arsimit dhe në kalan e Gjirokastrës.